Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës. Mirë se keni ardhur në orën e madhe letrare si pjesë e veprimtarive përkujtimore që po mbahen në kuadër të manifestimit mbarkombëtar, kulturor dhe sportiv Flakadani Karadakut, kushtuar jetës dhe veprës së heroit të kombit, Njazi Azemi, i njohur si komandant Mjekra. Ai në luftën e Kosovës ishte ushtar i UÇK-s në zonën operative të Pashtrikut, kurse si komandant i brigadës 115 Karadaku të UÇPMB-s, ra dëshmor sot e 24 vite më parë në Stanec të Preshevës. Si çdo vit tjetër, edhe si vjet manifestimi Flakadani Karadakut mbahet nën përkujdesjen e kryetarit të komunës së Vitis, Sokol Aliti, nën organizimin e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport me drejtorin Valmir Sahiti. Ora letrare ndërkaq është organizuar dhe udhëhequr nga shoqata e shkrimtarëve dhe krijuesve të Vitis, Ramadan Musliu, me kryetarin Fadil Abazi. Kështu që në fillim fare e lus Zotin Abazi për fjalën e hapjes. Të nderuar praneshëm, zonja dhe zotëri, nderuar poetë e poete nga gjitha viset, mirë se keni ardhur në Viti, në orën e madhe letrare që mbahet për nder të rënies së heroit të kombit Njazi Azemi, komandant Mjekra. Kjo ndeshta të them se kjo orë letrare ka një simbolik të veçantë, pasi që Basa Ramosh e kam vënë Stërnep dhe emrin e kam pakzu me emrin Flakadan. Prandaj Flakadani të ketë shëndet, të rritet, e gjithmonë të jetë Flakadan i pashuar. I nderuar i zotin kryetar, drejtori i drejtorisë Valmir Sahiti dhe ju drejtorë drejtorive tjera, nderuar familja Azemi, nderuar i Basi Ramosh, nderuar i zëvendës ministër Arsim Ademi, deputet Salis Gjyba, edhe gjithë juve tjerëve. Mirë se keni ardhur në këtë takim, i cili është takim i hapur me një konkurs letrar, të cilin e kemi udhëhequr dhe me ka pas dikon 51 pjesëmarrës, ndërsa juria profesionale i ka përzgjedhur vetëm 31 për konkurrent, edhe pse janë 34, 4 janë jashtë konkurrencës, ndërsa 31 janë në konkurrencë për çmimet kryesore që do t'i vlerësojmë sot. Juria profesionale që e kemi përzgjedhur është Migena Arllati, profesoresh kryetare e jurisë, profesor Xhaliri Aliu dhe profesor Bilal Maliqi. Mirë se keni ardhur punëbar juris, me vlerësu edhe pse sa kom përcjellën, domethënë kanë ardhur shumë vlera letrare, një poezi, domethënë poezi që kanë prezantuar vërtet një vlerë të arritur letrare me të cilën jemi shumë të kënaqur për një konkurrencë të mirë felt që jep nder këtij eventi, të cilin ne sot po mbajmë edhe orën letrare. Duke pasaruar kontributin e gjithë atyre që kanë bërë për zhvillimin e këtij manifestimi dhe kanë sjellë deri këtu në edicionin 24 të rrugtimit të suksesshëm dhe afirmimit të vlerave letrare dhe patriotike me nder të përkujtimit heroit të kombit Njazi Azemi, komandant Mjekra, dhe që portretizon traditën mbajvajtësit të idealit kombëtar dhe sakrificës për liri, si vetë kemi edhe një simbolik të cilën e thash për stërnipin e Basis Ramosh. Poezit pjesëmarrëse prezantojnë vlerat me fillë artistike letrare të profilizuara mirë që përmes metaforës poetike, stilistikës dhe figurave tjera, bën një avancim të lartë në manifestimin që të bëjë një event i mirë fill i prezantimit të artit poetik. Duke i gëzuar rritës së saj, si dhe mbarvojtjes së traditës dhe organizimit, ne së shoh dyshojmë punë të mbarë dhe suksese pafundorës letrare. Urime të gjithëve, suksese të gjithëve. Faleminderit. Faleminderit, zoti Abazi. Vitia tashmë është bërë adresë e rëndësishme e kulturës dhe artit,
edhe falë aktivitetit të krijuesve të shumtë që kemi, por edhe falë për kushtimit të institucioneve komunale për kulturën dhe artin në përgjithësi. Lus tani në kryetarin e komunës së Vitis, zotin Hasan Aliu, për fjalën përshëndetëse. Nderuari Basaramosh, nderuara familja Zemi, të cilët po i shoh sot në këtë vend, lejoni që duke falënderuar dhe kryetarin e shoqatës krimtarëve të Vitis për lajmin që na kuptoi stërnipit juaj të dëshiroj shnet rritmar në këtë liri të cilën po e gëzojmë ne sot falë gjakut të përkujtuar që po përkujtojmë për çdo vjet Niazia Zemit dhe shokëve të tij. I nderuari drejtori i kulturës, drejtoresh arsimit, shërbime publike, drejtoresh për ekonomi dhe financa, zavendës ministri i arsimit, deputet, ju njerëz të penës të cilët sot jeni dhe në çdo vit po na grumbulloni së bashku me organizatorët në këtë orë të madhe letrare të cilët ka jo vetëm simbolikën, por rëndësinë e veçantë të cilët përmes rreshtave të juaj po i tregoni gjeneratave të reja se ky vend ka kaluar në etapa të vështira përmes poezive të juaj të cilët i shkruani edhe luftës, i shkruani edhe personaliteteve si herojme, po i shkruani edhe lirisë të cilët po e gëzojmë sot. Prandaj përmes mos zot më shumë për shkak se do t'i lëm vendin hapësirën juve, njerëz të krijues të cilët merrni sot këtu, uroj suksese, shëndet dhe një konkurrueshmëri të mirë të vlerave të poezisë të cilët do të kemë rastin edhe me ndëgju edhe me lexu. Urime sukses. Faleminderit në kryetar për këto fjalë. Pra, si që tha, paraprakisht ka pasur një konkurs të hapur dhe tashmë jam përzgjedhur poezitë që do të vlerësohen sot nga juria dhe do të lexohen nga secili autor këtu para jush. Së pari e ftoj Adelina Palin me poezinë. Rolla me të tregu veç pak. Se kemi bënë ndryshim agent, po takum pak se me moderatorin. I kemi disa nxënës të cilët nuk kanë qenë në konkursin e të rriturve, mirë po nga shkolla e mesme që kanë pas takime. I kemi 3 nxënëse që kanë me lexu poezi, po në konkurrencë të nxënësave. Prandaj spori i thrasim nxënësat le dalin. Që ku jam, po çta thërin, pastaj vazhdoj me tjerët. Mirë, kërkojmë ndjes. Atëherë, Eliarta Kurteshi, së pari, pastaj Rumejsa Sadiku dhe Egzona Shabiu. Doja em, doj, unë urrita e ty as njerës të posh. E vogël isha, atëherë nuk dija, si ishte të kesh një doj. 2 vëllezër në na kishte, je gjatësia e tyre shkurtër ishte. Njëri t'i dihen eshtrat, e tjetrit nuk i dihet as vdekja. Si i riu mundua të dalë në mërgem, për një jetë më të mirë, por pa e ditur se do humbiste në vend të huj, e s'do e shite me familjen si dikur, e ndoshta edhe kur. Se një anije malkuar u fundos, e trupi ti bashkë me të nuk gjendët dot, duke mos ditur ku ta kërkojmë, se njerëzit e pa shpirt sot nuk tregojnë. Me dhimbje po jetojmë, me mall për të ndrojmë. Ndoshta ty nuk të njoha,
por nga fjalët e nënës shumë të mira nxora. Asnjëherë nuk e kam menduar si është ta duash dikë përmes fjalëve e fotografive, por tani e kam kuptuar se doja jem i humbur për mua ende është diku duke jetuar. E neve duke na kërkuar, nëse ende nuk na ka harruar. Me shpresën që një ditë do gjendet, e unë përsëri të them, kam një doj. Dhe ta shoh atë duke krijuar familjen, si kur dojën tim të parë. Kjo do më mjafton të mua, që tani ëndrat e mia të ndjen të plotësuara, e jo thjesht të ndëruara. Faleminderit. Atëherë përshëndetje për gjithë. Poezia jam për sot është kujtimi i komandant mjekrës. Errësira mbulon Karadakun. Në maj një flakadan dizet. Një zë kumban si e hon nga malet. Më shihni, jam flaka që qanë natën. Drita që sfiket, kujtime që zvdes. Mbi këto male kam pa burra që su gjunjëzuan. Kam dëgjuar betime që nuk u thyen. Kam djerë tokën të dridhet nga hapat e tyre. A e ndjeni zjarin tim? Ky nuk është veç një flakadan, është shpirti i një Azemit, komandant mjekrës. I burrit që su përkoll, që dritën e liris e mbolli me gjak. Mbi ti, dheu ende mban plakt e ti. Era sjell emrin e ti si një betim. Në çdo les të Karadakut, në çdo gur të kësaj toke, rreh një zemër që s'pushon kur. Mos qaj, mujnën, mos qaj. Biri yt s'ka vdekur, ai është këtu, në këtë flak, në çdo shkëndi që ndriçon lirin. Prandaj, kur nata bie dhe flaka ime rritet, ndaluni, shikoni drejt majës. Nëse syt ju mbushen me lot, mos qani nga dhimbja, por qani nga krenaria. Sepse komandant mjekra dhe shokët e ti s'jan hije, s'jan pluhur, janë dritë që s'do shuhen kur. Faleminderit. Jeta është një rrugtim i gjatë dhe sfidat e soja kanë anët e mira. Jeta nuk është fush e rrofsht, ka ngritje, ka ultësira. Jeta është e bukur edhe pse shpesh ashtu nuk e shikojmë. Në çdo frymë që marrim na fton ta shijojmë. Si një kopsht me lule, jeta na rrethon. Drita e saj e fortë dhe hija ndriçon. Gjatë e cjekave tona, jeta na mëson shumë gjëra. Si të ngritemi, kurrëzohemi, derisa ecim shtigjeve të gjëra. Na mëson të duam çdo ditë si një mundësi të re. Si të rrim vertikalisht prej ditës kur kemi le. Na mëson shkrim, lexim, historinë tonë të shkruajmë. Se përsëritja e gabimeve na bën që të vuajmë. Se si në pikëllim të gjejmë forcën për të përballuar sfidat e jetës t'i marrim mështruar. Ta pranojmë se në fund është një fillim i ri. Ta mundim urrëtitjen me mirësi e dashuri. Dhe kur zemra thehet, copëzat e saj nga do fluturojnë, por ëndrat në ne kur nuk mund të dështojnë. Ndaj njerëz të mirë. Jeta është një udhëtim e jo një destinacion.
dhe nga këndi i vështrimit, zëra njerëzish në lutje këmbojnë. Jeta nuk ka faj, pse ne nuk dim ta jetojmë. Faleminderit, Eliarta, Rumejsa dhe Egzona. Tani pra do të vazhdojmë me deklamimin apo leximin e poezive të vetë autorëve që kanë konkurruar në këtë orë të madhe letrare. Së pari ftoj Adelina Palin me poezin "Ah, sikur të dehesha sonte", le të bëhet gati Ajne i Bërhysaj me poezin "Më shumë se një unaz". Përshëndetje. Më shumë se një unaz s'mund të dëshmoj kur afshin e dashurisë që kam për ty. Nuk e dua atë unaz, sa do e praruar të jetë ajo, nuk më duhet të dëshmoj në varë, kam frikë. A thua, dheu, nuk e tret atë unaz, as hajdutet nuk do t'a gjejnë, nëse gërmojnë edhe për tej kësaj bote. Nuk dua dhuratat e shtrejta, as buqeta lulësh të njoma, që me një prekje ju këputet jeta. Nuk dua roba firmato, me emra margaritaresh, sepse as një emër nuk mund t'a thot atë që ndjej për ty. Shikimi yt është i pafund, sepse aty janë sytë e mi. Asgjë nuk më bën më të lumtur se kur më shtrëngan për qafimi yt. Ata janë kratë më hynor në botë, ku as një zemër se ndjen njësoj, ashtu si të ndjej unë. Deri në frymën e fundit, do ta marr për qafimin tënd, sepse unë frymoj me atë të tjerat. Ndoshta t'i them një ditë, po çka të them më shumë. Faleminderit. Ardian Haziri me poezin "Në rrjetën e fatit", pastaj Bajram Ali Sadri Selimi me poezin "Pesha e flamurit". Përshëndetje për të gjithë. Poezia ime mban titullin "Në rrjetën e fatit". Brenda rrjetës së fatit të flijuar, nuk mund të jem posedues si kohës sime. Mungesa e dritës ma shton peshën e ankthit, ati ankthi me ngjyrën e territ, që unë as pak nuk ja kam frikën, se vetëm zhurma e shiut i bën shoqëri, i ka ardhur fundi, është në agoni. Mes shkëndijave të gjumit të mesnatës, isha i dehur nga aroma e luleve të livandës, lundroja në detin e kujtimeve të mia, në blerimin e fushave ku merr frym liria. Qastin e ndërrimit ma prishën dy gjëra, një e lehur plot inat që gjithnjë më shqetëson, dhe ankimi i derës e pavajosur në pavian. Ju faleminderit. Përshëndetje nga Gostivari. Pesha e flamurit, thellë e mbole fjalën, dhe zërin e ngritën e kup të qiellit, pasi rënjët e lisit i priste dore e zezë, që derdhte në nshmim mbi kapuçën e bardh, e mlef e përbuzje për telat e qiftelis. Erdhe si meteor që flakroi hapësirën, brezat pan shkëlqimin dhe zërin dridhe, kujtesën që ngjalli pena
e flamurit e skuqen në betej. Urtësia gjunjëzon mlefin, edhe pse gjatë i bartën plagët në trup e shpirt, por dhimbja ngjalli forcën si legjendat e kreshnikëve. Kur thëretat dheu me zë motre, plaga është vrull. Ne mbetëm këtu trunk, rojari, dritën do të ngritim, drejtsin për ta pa në sy. Pasi nuk e pa me shekuj, a zërin nuk ja dëgjuam. Nga hija pa trup që mjellin urrejtje edhe në sofrën e bukës. Se dije se koha nuk të jep kohë urrejtjes. Bota pa se në tokën e huaj nuk mbjellet lumturi. Dhe haroje se ai që djek hi merr me vete. Falënderit. Faleminderit. Ftoj tani Bilal Maliqin me poezin Ti Komandant. Le të bëhet gati pastaj Brigilda Dede me poezin Qiell Apokaliptik. Faleminderit, përshëndetje për të gjithë, kuptohet jashtë konkurrencës. Ti komandant, një zjarëzemi komandant mjekrës. Ato kodra ku shkelet e shkelen u pan me sy Shqiponje, e u mbërthyen me tënden histori. Në ato malet larta që maten me rete të razuara, ece me këmbë të mbarë si një kasnes lirie. Ti, komandant mjekra, me sy kastaneci e ka karadaku i moqëm luftore për rikthim të lirisë. Krisma jote me ehët e himnizuara, qau tej për tej pëlhurën e zezë, të shprehë së mbuluar, të goditur me grushën e kohës. Ti, komandant, me sy që të shkrepën veç liri, bëre banim në atë hije, në atë pikë, mbetur jashtë sinoj të zi, si një legjend e ngritur deri në përjetësi. Faleminderit. Ftojmë Demush Mehmetin me poezin Shtëpin nuk e mbajnë vetë muret, le të bëhet gati Farida Ramadani me poezin Përjetim. Përshëndetje për të gjithë të përneshmet, po fillojmë. Shtëpin nuk e mbajnë vetëm muret. Sa pak them dhe nëse për çdo të shkuj vargje me rroki kushtrimi, ligjërim dhimbje e lumturie, camonica kohë peshma që i shtatin, ka ca fyte me netet, shtyhen me ditet, mbetur luftari luftrave të pambaruara në prag epoke. Na lëndojnë dore territorial mërgimi, çdo ditë hapen, mbyllën dyrë të dhova mbetur zbrazur, fasolet e lë dëshin pluhurin e rëndive, si litar tre këmpshi varën marimongat, detajeve të akullta aromyku. Trishton shurësi e mureve, shtëpin tona me më shumë vdekje se lindje, kush të trashëgoj emrat e dëshmorëve, kush do krenohet për luftën, arsye krenarie, kush do të jetoj lirin. Shtëpin nuk e mbajnë me të muret, e mbajnë jeta, zjarin dezur në votër, afshi shkrehër, puluar me jargonin, ngohur me ngrohtësi dashurie. Faleminderit. Përshëndetje nga Shkodra. Vim me shumë kënaqësi këtu sepse shoh që organizimi bëhet shumë serioz.
Unë bëj vetë aktivitete me poeteshat, jam e vetëmja në Shqipëri që bëj festivalin e poeteshave dhe sinqerisht më pëlqen serioziteti kur e marrin dhe me thënë një organizim ashtu si që duhet edhe japin vlera atyne që e meritojnë. Përjetim. Kur një jam thret si një jetim që kërkon mbështetje, në gjëks mu shkaklun petalet e mungimi më nali rrahjen. Një gjohena në përnat, pa mujt me u pa në përftërime. Prekjet mu rëzun me gjithën e mrame të pema e shky me degsh. Fryma mu fik pa hukat me besim të vedi. Gishtat metën zgjatona në ajrin e larkësis. Vulkanet bashk me laven nxjerrin i ashtë ofshamen. Grish vedin amje më ndrojen me ungime frym. S'mendova shumë, se u fute si fije e padukshme në mu. Njatë tretje prush si rëkollisja e lotit. Buza qa u shegat e stinës gjakosunat për andimeve. Gjuha kishte rajen në goj, e fjala e kishte në zemër. Natje u pa me sytë për malum që shkunen. Në heshtje një gjumë zëqt që këndoshin bashk me ne. Faleminderit. Faleminderit. Fitnete Bashota Krasniqi vjen me poezin Evran, kurse pastaj Fitnete Ramaj Mujaj me poezin Erato. Nuk janë këtu? Apo? Përshëndetje të ndëruar, përshëndetje nga Peja, poezia ime është Erato që paraqet muzën e dashurisë. Dashurinë së gjen çdo ditë, shfaqesh buzagaz, rëmbën trupin e tretur në dashuri të paskajshme, fluturon në thellësinë e një eratoje që do të doja të zgjaste deri natën vonë. Dashuria nuk pyet për fjalën e thënë. Vetë-vetiu ai rëmbën flokët e lagur, kthyer në pika shiu. Mallëngjehet shpirti për shpirt dhe zëri dridhet nga fjala e pa thënë. Harroje çka u tha, sikur është nata e fundit për të lumturuar. Ndjell haren. Erato flet me ty, të thot diçka. Dëshiron të përcjell të bukurën. Dashurinë nuk e gjen çdo ditë. Ajo valzon me ty dhe me dritën e hënës. Erato, bëhu forca ime, edhe kur vitet ikin, asgjë nuk shuhet, asgjë nuk merr fund. Flakro me zjarë e ngritu si një pediaste lartë. Lumturia ime ndritë art. Faleminderit. Faleminderit. Tani ftoj Ganimete Jakupin Demirin me poezin Ika shumë largë, të bëhet gati Halit Haliti me poezin Ardh Sivera. Në radhë është Lindita Prenga me poezin Pa titull, pastaj Liria Aliu me poezin Ode për vendin tim. Përshëndetje për të gjithë të pranishmit e kësaj ore të madhe letrare, që po mbahet nën patronatin e komunës së Vitis. Unë diet jam jashtë konkurrence, po për artin gjithmonë është një formë e lire shprehjes. Ode për vendin tim. O tokë ëndrësh, e lirisë dhe krenarisë. Me male që prekin qiellin dhe detin kristal, lumen që rjedhin si gjak i pastër e këngë zanash, pyje që mbajnë flamurin e shekujve të pashuar. Në sprovat rënda, në betejat pashoqe, në ndjellin e pathyeshëm që kur nuk lëvizi. Populli ju të ungrit, me zemër zjartë,
e ndërtoj lavdin në çdo hap e çdo etap. Flamurin e ngrem, betimin e mbajmë. Përmes tuhish, përmes dallgëve që kërcnojnë, pra dheun që duam, qëndrojmë të patundur. Udha jonë është e ndritur, çdo gjë kemi mundur. Le të ndërtojmë ura, le të ngrihet zëri, për nderin e kombit, për lavdin e gjakut ton. O vend i shenjt, krenar dhe i pathyeshëm, zemrat dhe jetat tona janë për ty, për gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit. Lulzim Hajdari nga Kuksi ka ardhur me poezin Kush jam, ndërkaq Marjeta Shatro Rapaj nga Gjirokastra me poezin Atë dhe ujim. Vazhdojmë me Migena Arlatin me poezin Lot. Pastaj Mimoza Zenullahu me poezin Përgjithmonë. Përshëndetje miq poet. Unë dua të falenderoj organizatorët që dhe neve antarë të juris nuk na kanë lënë jashtë pjesëmarrjes përfshirjes në këtë libër, që ka poezi krimet mrekullueshme, gjithsesi dihet që ne jemi jashtë konkurrencës. Lot. U lodha së numëruari 200 pika loti që nesër 400 presin të bëhen. Si rrjedhin lotët? 400, 800, 2200 pika lot, sa mira të tjerë lot që s'quhen më pika, por hauze, dete dhe oqeane sot. Si që rrjedhin pa pushim mes plajave faqe, të mjafta për përmbytjen jo të një qenje, por të një bote të tërë në paqe. Faleminderit. Të ndërruar zonja dhe zotëri, të dashur poetë e poete, poezia ime titullohet Përgjithmonë. Me ty përgjithmonë nuk është gjatë as mjaftueshëm. Me ty, me mua, brenda meje, rreth meje, botës, asgjë nuk i mungonte. Asgjë nuk ishte gabim, asgjë nuk ishte gjysmë. Çdo gjë ishte plot. Me ty pranë, edhe hëna do t'ishte çdo ere plot, sikur se zemra ime. Parajsa ekzistonte aty ku ishe ti me mua, kishte lule kudo. Qumësht e mjalt që rridhin nga gjuha e buza jote. Jeta ishte kaq e bukur pranë teje. Ishte mbushur me dritë edhe nata. Çdo gjë po vezullonte e shkëlqente nga gëzimi, sikur se sytë e mi. Me ty pranë, ndjesha si një flutur lozonjare që gëzohet diellit pas shiut, si një blet që thith nektar të ëmbël, e si një lauresh që qanë lëndina e malet e larta me këngën e shpirtit të saj të lirë. Me ti më mbush plot, ti më qanë lartë, me ty jam komplet, me ty përgjithmonë është pak, me ty përgjithmonë është shkurt, me ty përgjithmonë nuk të ngop, nuk është gjatë mjaftueshëm. Faleminderit. Faleminderit Mimoza, të lumtë. Minivere Muja Maka nga Dardana vjen me poezin Të pash atë ditë. Kurse Nejat Rexha, po ashtu nga Dardana me poezin Në orbitën e flakës. Faleminderit. Të pash atë ditë, kur shiu binte bi parmak, e dielli syrin më shkeli. Prushi zemrës flakroj në dejtë e trupit flak, të pash atë ditë, kur Ulberi me mua erdhi, në freskun e majt e shin parmak.
pasha dhe ditë, kur lehta strokita në buzën bërgjur, të miklova balin e trëndafilit petal. Arom të kangës me ritëm të shpejt, tel të kitarës të kisha vu, a ditë që të pash ty në pikat shiut qurg e qurg. Të pash atë ditë, kur malë shumë strëngova në gjoksin prush, e blerimi shtriu pikën e lotit. Mëngjesit malëngjyshëm i fola, prita arom dehje me të marë, ti pulloje me zjarin e gulqimin bi parmak shiu e lesh. Të pash atë ditë, kur dalëndyshja prajshë me foli në muzgun e partë majit. E Cicerin priste kangë me fillue një ditë barë të Shëngjergjit e undesha të vi aromë mëngjesi me të marë. Të pash atë ditë, kur shiu rokeshëm binte mbi parmak, në gjyra të lberit shpirtin e zbraza, ves shkëlqimin binur kishte vën, atë ditë që të pash moj zanë, plag e shpirtit tem. Faleminderit. Në orbitën e flakës. Mboshur pamjat me trajta koreshtjes në rektim pezmatimi. Pastaj kërkimtarët vrojtojnë pa dukshëm hije rënd. Kur rebesh mallkimi trand për te të sotmes, gryksit e laverta. O shëtima mbolon për flakjen e orbites me reshje muzgu. Tekstualisht, melodi përsëritse vrapon për te iluzionit. Flak kërkimtare po shtan ngjyrën misterioze kur del fosfor kafkash. Këto përkundën plagët në pafajsi me fërmarjen e fondshekulit. Akshollët fluturojnë pa e trembur syrin, bëhen rrëthepritës mbi epitafet diellore. Portret i arkivuar në Panteon mëngjesesh vjen e nuk ndalon fjalë e shkrirë në bronz. Ju faleminderit. Faleminderit. Raimonda Qose nga Kuqova me poezin Dilem, pastaj Ram Oraca nga Besiana me poezin Rapsodi për 1432 engjëj. Shëndetje. Rapsodi për 1432 engjëj. Nga cicërime zogjve me flatra engjësh u bëra zë i zgjuar me dis klithmave të heshtura në djepin e përgjakur. Si talisman gdhendur në kaptel, jam loti tokës në lokës dardane, jam hiri gjakut të zokut që fluturoj në përshekuj, jam një fije dritje e 1432 qërinve të ndezur në altarën e përjetësisë. Nëse cilin hartë hynore etë që ju kërkoj, me zju i gjejnë për ëndrat pashura, duke buzëqeshur me lodra prej dylli të arnuara me ngjyra ylberi. Që atëherë e di kur u avran ëndrat, kur jetën e ndat nga vdekja, që ta zëni flutër në fushës e legjendave e të ngjitin i maj lisit me kuror zemre për ta dhënë kushtrimin e agut liris. Tani, me një rapsodi zogjësh fluturoni në për qiellin tuaj drith dhënës, duke i bërë dritë diellit në krah të kreshnikëve që bartin brez pas brezi për tokën tonë shpresdhënëse. Heu sa më kam marrë malli për atë zog të bardhë, që qëthronte në për ëndrat tuaja të etura për shivën e premtuar. E më lëngjyër,
për na të shikoj yjet e panomërt, si kur ju shoh në prehrën e engjujve, do koha krejur flokët me krah ninullash në djepin e gjumit hynor para syve të Zotit. Faleminderit. Faleminderit. Refkiri Shitaj nga Suareka me poezin Mos Haro, pastaj Sabit Rustemi Piklon pranver gjakun tënd. Përshëndetje të gjithëve, përgëzime për organizimin. Mos haro, kur mos haro çka ke bë, ndaj uli kokën dhe mos bëj zë. Njeri ju vdes edhe pse merr frym, mos u shitaj që s'je, se krejt bota të din. Të zgjati pak si shumë, sa edhe vetë nuk e prite, por çdo gjë ka një fund, ndaj dhe nuk u habite. Mos mendo se na mashtrove, nuk të japim më besim, dinak me lëkur qingji, keq bërës i popullit tim. Faleminderit. Do të më nxjerrë dhe syza tash. Piklon pranver në gjakut tënd, frymzuar nga vepra e pavdekshme e Niazi Azemit. Barton pranver rrekeve të gjakut tënd e dhimbjet e tokës sonë, as ftohen, as prajnë. Një rrezës tine për vidhet shtigjeve nga ece, kreshtave të këtyre maleve që s'njohin mosh, e ndalet për pak të trimërohet skajteja. Se ishi kthyer për një lufte me një gjysmë lirie, s'pate kohë për të numëruar as ato rrudha të thella nëne, lere me putit të mëngurat të së dashurës, më të lëtët që për pak vërshuan pragjet, apo ofshomat e heshtrat e hatit, që shfryeshin me një oso kuk e kull barote. Ishte një pjesë ndare kësaj toke, një brengë e gjakosur a dheu që priste, një Kosovë e vogull mbetur pas krash, qysh nga 1912. Sa kreshta malësh ishin gjakosur, në stre varësh, eshtrash e gjemesh ishin kthyer, nga ujtë e kuq e deri të ajo rafshnalt peqene. Një kodër latsh ishtë ngritur prej klithmave të zëqbe, sa vetë dheu ishtë trishtuar, ishtë qarë, ishtë rrudhur e fshehur, luginave të thellat të shpirtit të lashtë, sa vetë njeriu. Ti ndjeja zë të tokës sate, të kaproje për pjezës, ka aj kacull i bacidrizit, e kur diljet e guri i nezave, apo kur pusheje një qikës në për korniza shtëpish. Atë gjumë të pak natë shpesh të aprishnin britma të njoma të përvluarish e djegrisht të isaj të ukes, ati fillim dhjetorit të 1924. Nuk ishin pamje të imaginuara hollywoodiane, ishin ngjarje të merret përsëritura nga gjallësa me fytyrë njeriu e dhëmb ujku, ngjashëm si në fundçekun e sapo ikur. Vetëm krojet e Karadakut të kthjellnin, ta shuanin për pak jetjen për mungesën e lirisë në vitin e 31 të jetës. Është po kjo pranver që piklanë rrekeve të gjakut tënd e s'mund të gëzohet, askur ërmimi më i mirë i saj ishte flijimi yt, mbaj vesh se si të thërret, eja pranverore im,
për mes një ylbere shumë gjërësh, nga i breg i lumit tënd të ky breg i mallit tim, përroje një kohë të re me bozgazin tënd, shkonde dhe atë mjekër në përvjetojën e radhës të motit madhë, dhe thuaje me zërin tënd edhe një herë, sa të ketë male, Shqipja nuk vdes. Faleminderit, profesor. Sa të bere Gagica Spahia nga Gjilani me poezin ende, pastaj Sadie Aliti nga Tetova me poezin Si loja jo në ujë. Përshëndetje. Ende të ura në presin drejt qelit dalë ndyshja varë krahët në varës së harrimi. Simfonia humbë zërin mbi krepat të arnuar, pa kthim, tatuazh jete që ndisin në lëkurën time të porta e djelit hyn për të zgjuar gjumin e huazuar, tutje që stin e dehur. Stin udhëtimi mes etjeve, zemra plot përshëndetje në gjurmët e penës, mbi supe një thes plot mall, këmisha e pranverës, leckosur nga dashurit, vetmia më gjuan me lot të fshehur, hesht në vargun e heshtjes, nga vetmia në vetmi dridhem, kujtimet murosa në galerin e ëndrave prush, plurë zemrës u bë trishtimi, lot i ngrir, si qiri në zemër të akullt po digjëm. Ju falenderit. Përshëndetje në emër të shoqatës së shkrimtarëve Oneum nga Tetova. Si loja jon në ujë, kur rrihja kaldërmat e rrugëve në qytetin e vjetër bregdetar, kujtoja ato ecje me ty në ato vite. Ku tret ajo dashuri? Shkëlqenin syt e shpirtit për ne të dy. Koha ecën e tret dhimbjen. Kujtimet hudhen në hares prapa krahëve, por bukuria jyte freskohet në këtë mot. Nga urimi nuk deshi asgjë. Nuk dëgjoj fjalë nga kush. Kur të ishte në krahët e saj, uratat prisnin radhë. Përpoliteshin qerpikët e shtrëngoheshin gishtërinjt. Drithmën e ndjenim, primëmarjet puqeshin. Qupa e qunat të tjerë solli koha. E moteve më u doli boja. Valët e detit loznin lojën e shfrenuar, ashtu si loja jon në ujë. Loja zgjati edhe pak ndërval, sot e mot më supam. Ju falenderit. Faleminderit shumë. Po e vreni që po i tregoj edhe vendbanimet nga vinë poetët, për shkak se këtu janë të gjitha troje shqiptare, mu ashtu si që dëshironte vetë heroj Njazi Azemi. Faleminderit të gjithëve që keni ardhur nga gjithandej. Safet Shyla nga shtimja me poezin, ndoshta je verbuar, pastaj Sar Gjergji me poezin Në shtrat me rimanga shtëzeza, arka e beslidhjes dergjet. Përshëndetje për të gjithë, poezia ime të titullohet Ndoshta je verbuar. Si e ka tënë më mpa me sy, as fjalët e tua s'kan më ngjyra,
Heshtja jote më rëndon sigur i ftoht mbi krahror. Ah, një re e zez të kam bështjel, ti ka lidh shpirtin nye, ti ka marrë rezet e djelit edhe dritën që ke pas. Mungesa jote po më mbyt, si valet e detit kur godasin brigjet, si nata erët kur s'ka yje, si shpirti kur mbetet zvrazet. S'dua t'jem hije pran teje, dua të jem zëri që të zgjën, jo për të luftuar për dashurin ton, për të dhënë dorën që ti meriton. Kur të lodhesh prej kësaj jete, mos harro që unë jam këtu, nëse sytë s'të shohin më, zemra ime sheh për dë. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë. Në shtrat Merimangash të zeza arka e beslidhjes deshët. E gris djelin e hëna thyrë në mes të sjell kob. Dimenzionin e trupit ke harruar, ngjyrën e syve dhe gjeometrinë e rrugëve. Një sorë e zezë ulur në pemën e kujtesës, krokat e qirret e përjargët. Troklim rëzullutash gryen ëndra. Nata, fut e zezë po bën të egër për ty, trishtim drite. Në polsën e dhevut, zëvend e qadrat ngre, mizri karkalecësh, re e zezë, djelinse. Në një cep të tokës, një zog i vetmuar këndon, sa e vjetër është kënga e ti. Në zemrën e kopshtit, një ullë kuqe e të rëndafilit për hapet. Faleminderit. Faleminderit sar. Shkurt Kadriu Citaku nga Prishtina me poezin Memor 90. Pastaj Teut Bajraktari Cakaj me poezin Flakadani që sfiket. Përshëndetje. Memor 90. Largoj Merimangat nga muret e bardha, mes kujtimesh, ngjyros dhomën me të verdh, në hapat e vetmis, spërkatet shpirti im me ngjyrë purpuri. Koha më qëndron indiferente, e kthehem ku kam nisur, në piskamat e shpirtit aty ku kam jetuar tepër dorë lëshuar. Me zërin e brendshëm tek i thret kësaj kohe. Një minut heshtje për të rënët. Lavdi. E dini, shpirtrat e tyre mbajnë në këmbat dheun. Ende kërkojmë sytë të pagjeturve që në ndjekin nga pas tashe 1000 vjet. Tek shtekton shpirti im në këto kujtimet vrishta, mes helmit në banka shkollore që sërbët na e gjuan, kujtoj vëllajin tim 7 vjeçar që mbante një minut heshtje gati krejt pa frym. Paj, ky është e koncepti i liris për të. Na masakruan, na vran fëmijët, vëllezërit, motrat, prindrit. Na zhdukën, na përdunuan, na burgosën, na vodhën rinin, na elmuan, na përndjekën dhe prap jemi zgjuar. Duke ndruar lirin, në udhën e gjatë si fëmi, me zgjakut rëke ndihem aromën e saj. Në vrapin drejt liris, na vran shokët e klasës. Me vagona kemi hedhur qep nga balkoni, kundrejt gazit locjels. Ata me vagona në larguan nga dheu. Mes autoblindash dhe automatikësh me qiri në dorë, kemi bërtitur liri. Adheu ishte i madhë. Sa i madhe ishte adheu. Faleminderit. Faleminderit shumë. Tani ftoj Gjeladin Regjepin nga Ferizaj me poezin Gjama e Gurit, le të bëhet gati Zan Mali me poezin Nën hijen tënde.
Përshëndetje për gjithë. Gjama e gurit. Loti nanës pikon e gur, pegas ëndre a i zogi bardh, flutron fushës ma e malit, gjethe gjaku qel pranvera. Vulkan drite, shpërthen loti, det me 7 unaza magme, zjarri djegë malit e sirta, toka dridhet e qiellis hapet, mbi Karadak, bukureja astrali, sibilat me këmisha përpuri. Vetëm yt pin qumë shdrite në udhën e pafund të lirisë. Ngjitëm pas teje, drejt folesë së shpresës për të bërë hi i kush në agoni tretur në perëndimin që kushlohet si molzat e faqeve të mia. Në mburojen e lutjeve, lutje e vetme më mbete, gur për jetësi e dritë që nuk shterë. Në portën e qiellit varg i fundit hiri im bëhet, boj që shket mbi letër, një përshpëritje pa zë. Copzat e shpirtit tim nuk ndizën flak, as shëndrohen në prush, sa për një grusht hiri e për një peniks që thrilindë më. Në frymën e shpirtit pa harruar, rizgjohet dashuria, si shenja më e shajtë e jetës, mi prek buzët, me një thërim buke në dorë, si mjell me ujrave të bekuar, nga jo grimë së drite e syve të mi të largët, të lutëm. Lërë shpirtin tim të endet hije sate, në gjdo ag e në gjdo mbramje, të zgjohet e të frymoj kësaj hapësire të lirë zemreje që s'është më veç ëndër. Faleminderit. Tani ftoj Zeqir Fazliun nga Dardana me poezin Shi pranvere e pastaj Zymrije Salihun me poezin Universi im. Shi pranvere, por i gon shi, por i gon një shi i lirë me rima, dhe rigon gjithnjë rigon shi. Shiu me jep shpres, shiu me jep dashuri, shëlbime, shpres, kujtime. Shiu pikon, 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 me aq përmallim dhe me aq delikates. Po bie shi afer maravës me dalg, pranvera e bukur me lule ka ardh, pranvera, shiu, dashuria. Përshëndetje për gjithë juve pjesëmarrës të nderuar, në veçanti përshëndetje në Xheria Zemin bashkëshortën e komandant Mjekrës. Universi im, krejt janë të mijat, edhe universi, kush nuk është i imi i le të vdes. Faleminderit. Dhe fare në fund, pra ishin këto të gjitha poezit, disa në konkurencë dhe disa jashtë konkurencës, kurse tani e ftoj vajzën e të vëllait të herojit Njazi Azemi, Muharremit, Ariela Azemin, që jashtë konkurencës normalisht, të recitoj poezinë e saj për mallimi kushtuar xhaxhait të saj Njazi Azemi. Përmallimi. S'kam pa asnjëherë familjen time më të përmalluar. As gjyshin se shoh shpesh të gëzuar. Po pse ashtu?
Mërzitet se djali ti për këtë liri në atë bot ka shku. Mërzin e babit e ndjej me zemër, si kur të isha në trupin e ti. Thot që ishte një luftëtar me emër, për këtë vend vllau im dha liri. Si kur të isha në atë kohë vetëm 5 minuta, as gjë më shumë në këtë bot nuk du. Si kur t'i prekja ato dur të buta, e ta kisha mu gjyshin vetëm pak me e gëzu. Gjyshi më thot çdo herë, vajza ime s'ke pse më u përmallu, po prap mërzin e ndjej, si kur të isha vetëm një herë një kratë tu. Çdo vete, çdo mars ndjej shumë e shumë mërzi për ty, po afrohet dita kur ti të shmor ke rënë, po si kur të shije vetëm një herë në sin tënde, gjakun dhe zemrën për këtë vend që e ke dhënë. Faleminderit. Faleminderit Ariela, ti je krenar për Xhaxhaj. Faleminderit edhe juve të gjithëve për poezitë tuaja me të cilat edhe i keni kontribuar krijimtarisë letrare, por njëkohësisht edhe keni nderuar gjakun e dëshmorit dhe herojt Njazi Azemi dhe të gjithë dëshmorëve të tjera. Tani fjalën e ka juria, ndoshta i duhet pak kohë derisa të bëj vlerësimin e poezive për të shpallur edhe fituesit e kësaj ore të madhe letrare që po mbahet në kuadër të manifestimit Flakadani Karadakut. Ndërkohë derisa juria të kryej punën e vlerësimit dhe të jap verdiktin, ne mund të deklamojmë apo të recitojmë poezit jashtë konkurrencës, për secilit të prezantohet dhe të tregoj cila është titulli i poezisë. Përshëndetje për të gjithë. Përshëndetje në emrin tim personal dhe përshëndetje në emrin e shoqatës së shkrimtarëve Fenix, Preshe, Bujanoz dhe Medvegj. Përshëndetje nga Lugina, e mbetur fatkeqësisht jashtë trojeve etnike shqiptare dhe nën mëshirën dhe gojen e hienave. Amanet i pashuar dhe i mbetur peng i Njazi Azemit, komandant mjekës. Unë po lexoj një poezi me motive kurbeti, me qenë se kam bërë një gabim, poezin e kam dërguar gabimisht dhe tash po lexoj një poezi tjetër. Pyet pranvera, nën atje poshtë në atë dhe, a ka vend edhe për ne? Atje nga jugu, a ka diell? Pse ti dhe babaj latë vendinjë dhe migruat në të huajnë qiell? Atje nga ardhët, kur bie nata, a delhën edhe yjet? Çfarë janë ëndrat? A janë të gjata? Si jetojnë gjysha, sa herë në thoje se të lidhur me ta jemi, si thoje mishi. Në vendlindjen e babajt, a ka pyje, kopshte me lule, buka e gjellërat, a kanë shije. Lullet a që të dajet, a kanë aromë. Shpesh në thoje, ujitu janë ato me gjak të njomë. Andalet pranvera, pyet nënën pandrëper, në shpirt e zemër i shkakton gjëmën. Nëna hesht e nuk flet, çfarë ti thotë? Fshefi tyrën nga pranvera, mos t'i shoh syt me lotë. Ju faleminderit. Nëse dëshironi mund të lexoni aty nga vendet e tuaja, e keni mikrofonat, apo mund edhe të dilni sipas dëshirës. Përshëndetje për të gjithë. Jam Ibrahim Shllaku, prej Vitijës, edhe ne kam një poezi që du me recitu. Poezia titullohet Gur qëndrejse, si gur graniti para stuhisë qëndrove, para bisha vrastare, gjakpirse dhe mizore, të Serboslavis, pi o burin trojev tona të lashtë aty i liris.
në nderove kombin të obortrim me gjak të gjithë shqiptarisë. I pale kundër mes fortunav me furi, ullë kom kryq në mes të Morlanit, ato të gjitha i dorove, atë tortur si një gur graniti para stohis, shtrëngatës, nuk u trembe, as nuk u dorëzove, si një lan i fort të qëndrove. Edhe pse fryu Morlani me plot fuqi, ti nuk je lëkundur, as nuk je lohatur, kur por qëndrove në troje tua aty ku linde u rrite si burr krenar, ti atë e mbrojte me nder fis e far, gjakën ton fisnik armënor shqiptar. Të gjitha stuhit dhe fortunat ti vet i dorove, me besim në Perëndi, e me dorim për i buri, ato të gjitha vet i kalove. Nuk të kanë nënshruar ty, as nuk të shkullën, se rënje të kishe në thellësi të këtij dheu të bekuar. Në borë, në shi, në zjarë, në flak, ti ato i dorove, si burë pran o gjakut ullur këm kryq qëndrove. As nuk lëvize, as nuk këpërule, si gur i palohatur në vend, para bishave të ira slave, ato të liga i trembe i të merove. Gjitha fortunat, stuhit dhe rëbeshet, bishat mizore mbi ty kaluan, po ti nuk o trembe, as nuk e lëkunde, nga vendi, as nuk i zhujzuar, si një kandil i rije ti i ullur qëndrove, të gjitha trojet etnike i lire shqiptare, ato i ndriqove. Si shtatore në mes të fortunav, ti aty rrije i ullur, po mendoje për lirin e trojeve dhe bashkimin kombëtar të trollit ton të shqipeve, po e ndroje e ditët e liris që do të vinë për trojet e shqiptaris. Ti o birë fisnik me gjak fisnik të arbris. Gur që ndrejse i gdhendër ndër vite, aty ku linde ku rrite u kalite, për troje tonat lashta etnike, si gur diamanti, ato i ndriqove, dhe fisnikrin të rimrin aty e tregove, para bishave të igra slave, kur nuk o friksove. Shumë fortuna si gur që ndrove, të gjitha ato për liri të mëmdhejut, ti o pishtar, ti shtatore vigane e këti dheu, këti trollit të bekuar, për këtë fole, ku u rritë dhe u plake, me flak baroti ti dorove, nuk u përule, as nuk u dërzove. I ullur këm kryq, mes bishave të rije dhe fare nuk pate frikë, si gur graniti ingulitur, në rënjët thellë, në këtë tokë të bekuar dardane i lirike, çdo fortun dhe çdo shtrengat, apo Morlan vetë e prite o pir i shqipeve etnike. Po të pak emocione, po të pak. Faleminderit, Ibrahim. Nëse mund të zgjedhim ndonjë poezi më të shkurtër, do t'ju lëm kohë dhe të tjerëve. Zymer Haliti është paraqitur. Përshëndetje për të gjithë poetët prezent, e sidomos për mysafirët jashtë Vitinjës, ju dëshiroj mirëseardhje. Unë jam Zymer Haliti, kryetar kubiletar Perna e Ortë, dhe për sot kam zgjedhur një poezi kushtuar Njazi Azemit, komandant mjekra. Para teje kaloj heshtër, duke të shikuar ty hera, ju jetoni, s'keni vdekur, balëlart, jeshë, kudo. Busti juaj në qendër të Vitinjës, ngritur larg ballhopër diellor, i jep një mesazh gjithë rinijës, simbol mbrojtje e trollit arbror. S'mjaftoi lufta në Kosovë, Maqedoni, vazhdova me dhëj peshër, gjasa një ditë thonë në një posi të vranë, po të mbetet qëndres. Krenon me ty sot është familja, shokët të nderojnë e mbar Vitinja, mbete simbol që ndisën në flamur, flakadan që nuk shu është kur. Faleminderit. Një buqete me lule për ty komandant mjekra, Njazi Azemi.
Një buqete me lule të freskëta heroj të kombit që ra për liri. Çdo lule është një kujtim, çdo ngjyrë një lavdrim, i skalitur në brëndzë në mes të vetis që ndra ti o retrim. Ata që dhanë jetën për atë dhe, me petalet të ngjyrosa nga gjaku i tyre, herën që unë ngritën si drita, një zja zemi është vetë krenaria. Për çdo plag, për çdo sakrificë, jetën dhanë për lirin tonë. Këto lule janë falënderimi ynë për ata që shkuan për të mbetën gjithmonë. Një buqet me lule për ata që luftuan, për ata që ranë për këtë tokë të shenjtë, në çdo petale emrat e tyre do të lëlzojnë, heronjtë e kombit do t'i nderojmë. Faleminderit. Përshëndetje, poezia ime titullohet Luftari. Me bust e qara dur që libar, mban në dur flamurin kontar, i shtrejti luftar. Flamuri gjallë nur, flamur që valvitet me nërën Shqipëri, flamuri ngritet. U priu betejave në shtigje e kthes, ndër mote e shekuj me luftarin fortes. Faleminderit. Se keni lezu në konkurrencë, tash jashtë konkurrencës. Unë i me dalë edhe një jarë, është problem. Është atë pres me jurinë. A ka dikush? Gran, vëdënd. Mos jam një koqerë për lezojon një pushim pa lezojon një poezi, Hajde, që se më lejohet. Monolog me Zotin. Edhe humjen e marë si pasuni. Shenjat e duarve si tatuazhe vitesh. I kujtoj si galeri dukurish. Mi dërgove ethet me 10 vjeqar. Me dhe aq pak. Të duk se kërkova shumë. Sa herë ki folur ti, kam folur edhe unë. Pranaj të jetoj kështu, me pluse dhe minuse. Është fati që ma ki shkruar në dorë që kur kam lindur. Unë jam njeri dhe dua të jetoj këtu ku jam. Nëse me kërkon të kthehem mrapa, gjëja fundi që desha të them është jo. Faleminderit. Fadil. Hajde. Baramele. Nga Gostivari. Shtëpia. Në heshtje që flet me krenarin që të ngro, ëndrat e kujtimet e brezave i run, të shemi derës, dhe në arkën e nuseve e të vajtimi të vdekurve. Këto mingjall të gjyshja me shamin e lagur nga lotët, që më ndjeknin dhe sot në salonet e dehura me luks. Shtëpia e di t'i flet me dhimje e braktisur. Por beson të barti me vete si një anije në lotin tem, her në detin e trazuar e her në shkretinën të djek, duke të lidhur pas ashtit e brezave si arbëreshët, se ne të huaj jemi në këtë dhe të huaj, e si se rembja prandeti. Nuk të lë vetëm, edhe po që se fryn prima më del, të kam amanet nga gjyshja, shtëpia të arun fisin e varin a dheut, qaj një herë dhe po që se je bur, që fëmija të të shoh, se mali shtëpis të djek gurin dhe ujin e arës. Dojeni shtëpin, se ju flet me zë nga qelsi e deri te o gjaku.
Paraj se kësaj toke është shtëpia që të ngro, mos e braktisni ngrotësinë e shtëpisë, se edhe Zoti nuk ju do. Faleminderit. Me që dashuria është motivi gjithkohshëm edhe i përhershëm edhe i gjithë krijuesve, po shfrytëzoj rastin të lexoj një poezi dashurie. Legjenda e tërfilit në shtator. Të kam thënë dashur, sa u gëzohëm gjetheve të gjelbra në vjesht, si atë ditë kur sa Filiza gëzimi, qele një tërfil me 4 fletë dhe unë e këputa prej syrit tëndë. Në forë dhe vershin 3 mu bën zemra, në kup të saj 39 ditë, shkëndia o shqeu gjethja. Të 40-ën, prej ka shpirtin, si një legjend, magjie gjelbër, eliksirin derdi, në gjakon tëndë, në gjakon tim, në gjakon tonë. 4 petale, njën nga një, shkullin sot, një lutje të madhe më zë gjoksi. Në emër të atit, e para rombi sy. Të birit, mbi buzë e dyta, dhe shpirtit të shenjt, e treta mbi zemër, jeton, mbi dëshirë e 4. O gjethës e fatit, je eva me një cobës klorofili në dorë, në shtegun e gjelbër drejt parajsës, je djel im që më përndez trupin kur të shoh. Faleminderit, mjaftën me kaq besoj. Bravo. Edhe një herë për hir të fundit në emër të familjes Azemi, komandant mjekrës Mirse Vene, edhe dishta një poezi për hir të gjagjit tem. Poezia quhet Betimi i komandantit. Më quaj një Azemi nga Mogila, sy e dur për preshevi lidha, lash jetën e motrën ton pa liri, jo s'të falim kursat ketë Shqipëri. Krisi pushka e u banami, për preshev nisët komandanti, luftojnë trimat për liri, një Azemi është emri ti. Vet një Aziu që u betua, deri në fond për të luftuar. Pas Kosovës unes për Lugin, për të shënuar historin. Mes Tirane me Adem Jasharin, lidhen besën e shqiptarit, u betua që shpirt nuk jap, pa e mbulu tokën me gjak. Zvdeka sot e s'do vdes nesër, jam i gjallë si heroi vjetër, mes Lugine unë u shtreva për lirin që sot ju sjella. Faleminderit. Edhe unë një poezi me pak rreshta, se zakonisht i ka me pak rreshta poezit. Testament. Amanet, mos mi leni para arkivolit të më vajtojnë, ata që shpirtin më kanë coptuar, se lotët e krokodilit si dëroj, as në dheun e thërmuar. Faleminderit. Hajtë prej aty, lezësër. Ajo rinja ardhëm. Faleminderit të gjithëve për poezit tuaja, pra juria ka bërë vlerësimin e të gjitha poezive, 31 saja në konkurencë dhe pas pak do të bëjë edhe shpalljen e fituesve.
që përkujtoj se vitin e kaluar fituese e çmimit kryesor Flakadani Karadakut ka qenë Shqipe Hasani, çmimi i parë Nexhat Rexha, çmimi të dytë Farida Ramadani dhe fituesi i çmimit të tretë të orës letrare Bilal Maliqi. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që ne filluam me poezitë të rinjve, faktikisht të vajzave të reja, të cilat tregojnë se ka se kush ta vazhdoj poezinë pas nesh. Ju falenderojmë vajza që sollet të rini dhe sollet entuziazëm me poezitë dhe me recitimet tuaja. Ndërkohë që përpara se ne juria e përbërë nga Bilal Maliqi, Lirie Aliu dhe unë kryetare Migena Arllati, përpara se t'japim çmimet, dua fillimisht të shpreh respektin për heroin Njazi Azemi, për familjen, bashkëshorten, të cilët i kemi të pranishëm. Urojmë që gjithmonë vetëm fjalë lavdije të kemi për heroin Azemi. Është viti 24 i këtij aktiviteti dhe uroj që gjithmonë të kemi prurje të tilla letrare, të cilat mundohen që nëpërmjet artit, nëpërmjet letërsisë, nëpërmjet fjalës artistike të ngrejnë lart vlerat e kohëve të vështira dhe vlerat e kohëve të reja. Sigurisht se ky aktivitet i mbajtur sot vjen pas 2 ditëve të rëndësishme që kanë qenë në kuadër të kulturës, si për shembull Dita e Shkrimtarëve në mars, Dita e Poezisë 21 mars, dhe ndërkohë që bëhemi gati për datën 23 prill, ky aktivitet nuk është gjë tjetër veç se një urë lidhse mes asaj që na jep historia dhe letrarizimi të historisë duke ngritur në kult vlerën e saj. Juria i ka pasur që të gjitha krijimet me kode, të gjitha krijimet të cilat neve ne e ka dhënë organizatori. Dhe mandej, pasi kemi arritur deri në listën e finalistëve, sot për herë të parë i pam se cila poezi i përket cilit krijues, cilit shkrimtar. Prandaj dhe unë personalisht, së bashku me 2 kolegët e mi të juris, i ndoqëm me shumë kujdes interpretimet, në mënyrë që nëse diçka na ka ikur nga leximi në letër apo në kompjuter, ta plotësoni me pamjen fizike apo me deklamimin fizik të sotëm. Sigurisht se emocionet njerëzore, humane dhe gjithçka tjetër që ka vlera e fjalës e plotësojnë poezinë me anë të asaj që është shkruar dhe me anë të asaj që recitohet. Kështu, pas diskutimeve tona, u vendos që fillojmë nga çmimi më i rëndësishëm i këtij aktiviteti, që është Flakadani Karadakut, çmim të cilin ne të tre në unanimitet të plot vendosëm t'ja japim poetit Sabit Rustemi, pikëlon pranver gjakun tënd. Po ashtu edhe tek poezit e tjera, kishim poezi vërtet të mira, nuk mungonte as fryma adëtare, as patriotizmi dhe as lirizmi. Shprehim keqardhje që disa poet që kanë pasur krijime vërtet të mira na kanë munguar në aktivitet, e kemi të pamundur, është kriter i organizatorit që poeti i cili nuk merr pjesë fizikisht në takim eliminon vetveten. Prandaj, nga ato poezi që u paraqitën sot përpara nesh, fillojmë me vendin e tretë. Juria vendosi vendi i tretë, poezia me titull Përgjithmonë, Mimoza Zeinullahu. Poezia e çmimit të dytë, fituese e çmimit të dytë, Pesha e Flamurit, Bajramali Selimi. Dhe vendi i parë, poezia fituese e vendit të parë, poezia me titull Rapsodi për 1432 engjëj, Ram Oraca.
dua që të kem në dorë më shumë çmime në mënyrë që jo t'i kënaqim poetët, por të japim vlerën e duhur edhe disa poezive që vërtet ishin në 10-shen kryesore apo në 10-shen elitare të këtij aktiviteti. Kishim mundësi vetëm për këto të katërta. Ju inkurajoj po ashtu me shumë dëshirë që në ndonjë krim, ku ne hasëm ndonjë fjalë të huaj, ndonjë barbarizëm apo ndonjë modernizëm të pavend, të kemi kujdes sepse ndoshta pikërisht një element i tillë mund të arrëzoj poezinë poshtë. Ju falenderoj dhe uroj që ky aktivitet të mos ndalet kur duke prezantuar gjithmonë vlera të larta. Faleminderit juris, mendoj se vlerësimi juris ka qenë profesional, janë njerëz me kompetencë, unë gjithmonë nuk marrë përgjithësi kur njërisi, se s'ki ka zgjell këtë mirë janë. Shumë keni meritu çmime, po që ja fati që dikush do të ndoje, dikush jo. Ne po fillojmë me darjen e çmimeve prej nxënësave, i kemi 2 çmime për çmimet e sardhëmës i kemi quajt, që janë për shkollar. Prandaj kemi nda këto edhe kërkoj që kjo profesoresha Liria Aliu t'ju ndaj çmimet e nxënësave. Ekzona Shabiu, edhe Rumejsa Sadiku. Liri, dhe qëto fotografonin, A Rumejsa mungan, e kësa e pja një falën dhe edhe Ariel Azemi një... A Rumejsa, atër dhe, a mirë. A po së s'kuptova kërë, bra. Qësoj e pja një falënderim asaj, po. Zymri. Në çmimin e të vendojnë, dhe qëti. Vazhdo me çmimet. Çmimi i tretë sipas jurisë i takon zonjën Shës Mimoza Zejnullaj. Kërkoj nga antarja e kryesisë Zymrie Saliu që të ndaj çmimin Mimoza Zejnullajt. Zymri që? Çmimi i dytë, Baram Ale Selimi, nga Kërqova, e ndon drejtori drejtorisë, zoti Valmer Sahiti. Agostivani. Çmimi i parë i orës letrare, Rama Raqa, e ndon nën kryetari i komunës, zoti Hasan Aliu. Çmimi kryesor, Flagadoni i Karadagut, e ndon familja Avni Azemi, zotit Sabit Rustemi.
lexova një herë dhe fjalë, po, hajde, bën. Poezi nuk po e lexoj, po një dy fjalë milione mbase. Kam di një bost, kam më të shumë për një Azjazemin, komandantin tonë, njeriu që na frymëzon, njeriu që dha gjithçka për vetes për lirinë jo vetëm të Kosovës, po gjithë shqiptarëve kudo që janë. Njeriu që realisht sa herë ka shku andej, është ky këndej, ka tropuar në për vendlinjen time. Dhe thotë, andër edhe në fantazin time, jam mundu të isha dhe atë gjurmë nga ka ecë. Kështu që ndoshta një bësht voskël bashkë me gjithë juve që i kushtuat poezi atit, e bëm në këtë ditë, në këtë plakadën të 24 me radhë, dhe uroj që jo vetëm një Azjazemit, po gjithë atyre që ra në altarin e lirisë, që ne sa të frymëzohemi, të shkruajmë dhe të dalim të lexojmë poezi, e të gëzojmë këtë liri, ta bëjmë edhe në të ardhmen, për shkak se realisht e çojmë në vend edhe një amanet, jo vetëm atyre, po dhe të brezave që po vinë, e që do të rriten me veprat dhe me krimet e atyre që ju kushtohen. Ju faleminderit shumë. Faleminderit profesor për këto fjalë, faleminderit edhe për kontributin tuaj dhe prezencën tuaj të shpesht në aktivitetet letrare dhe kulturore në komunën e Vitis. Urime edhe tani pra në radhjen falenderimet për pjesëmarrësit e orës letrare. Do i thras me radhë kështu si që janë, Sarë Gjergji, mbase meriton. Zymrije Saliu, vetëm ju lutem të qëndroni deri në fund, sepse pas orës letrare, organizatori ka shtruar një drek, ata që nuk janë agjërueshëm, te restoran Parku i Lirë në Letnicë. Zeqir Fazliu, Zan Mali, urime, faleminderit për kontributin tuaj. Gjeladin Rexhepi, për ndryshe ish kolegu imi punës, faleminderit Gjel që ke ardhur. Shkurt Kadriu, Qitaku, faleminderit. Safet Syla, Sadie Aliti, Sadbere Gagica, faleminderit shumë. Faleminderit. Profesor Sabit Rustemi, Refkire Shitaj, Ramo Raca, po i lexojmë më shpejt në mënyrë që të kursej kohën tuaj të çmuar. Nejat Regja, Minivere Muja Maka, Mimoza Zenullahu, Migena Arlati, faleminderit për kontributin, Liria Aliu, Fitnete Ramaj Mujaj, Farida Ramadani, faleminderit për pjesëmarrjen, për kontributin të gjithëve. Faleminderit. Fadil Abazi, Demush Mehmeti,
Bajram Ali Selimi, faleminderit. Ajne Iberhysaj, Ardian Haziri, faleminderit. Faleminderit Ardian. Rumejsa Sadiku, Eliarta Kurteshi, nxënësit të shkuar, a mund t'i merrni edhe, lutem, Egzona Shabiu, Ariela Azemi, faleminderit edhe njerë të gjithëve që keni ardhur nga gjithandej, sidomos krijuesit që kanë udhëtuar më larg, po ashtu edhe zoti Zyba. Faleminderit shumë për prezencën tuaj që nderuat Njazi Azemin dhe të gjithë heronjtë dhe dëshmorët e kombit. Shihemi në manifestimet e tjera.